Dëgjoni pak më vëmendje këtë analizë dhe e komentojmë bashkë. Vetëm tani më mirë ajo do fitote, po nga gabimet që ka bërë me mua ka kryer punë. Kena një Mateo që e do të tonë Shqipëria se ka kenë vandri perfekt, quni perfekt, që ka adhuru një femër, i ka nejtë gati, nuk i ka te i kalu masat, si që ka në Gimbo e ma atë dhunën e vetë, a kupton? Kemi një briken që ka kryu brandin e vetë, sikur kjo misi që është edhe njerëzor, që është edhe respektueshme, por ama ka ato limitet e veta, dhe kemi një Gimbo pa tru në kokë, që s'din qa bën. Ka ardha ideali i dashur i mirë dhe ka përfundu në kthetrat e Selinës. Gimba automatikisht del jashtë. Me vetë fjalë, Rogerti analizon si thosh situatën apo rrugtimin apo përshtypjen e 4 banorëve që janë sot në nominim, nga të cilët pritet që 2 prej tyre më pak të votuarit të shkojnë në televotim kokë më kokë. Nuk e di a jeni dakord apo nuk jeni dakord me analizën që bën Rogerti, por unë deri diku jam dakord për atë që thot për Mateon, po Mateo ka pëlqyeshmëri në publik për shkak se seriozisht është ai djali i mirë që kërkon zemrën e një vajze, pavarësisht se nuk është ai që ja kërkon me dhunë, pra po themi këtë përqafimin. Nga ana tjetër Brikena më duket pak më lojtare se Mateo në këtë marrëdhënie, është e vërtetë dhe kjo. Ndërsa Selin dhe Gimbo janë pak më ndryshe, pra edhe si janë çift, domethënë edhe janë martuar, edhe janë po them përkthyer puthur, por ajo e përbashkëta mes të 4 tyre është që ky nominim i ka afruar edhe më shumë me njëri tjetrin, pra çiftet i ka afruar edhe më shumë me njëri tjetrin. Sepse tani është gara e çifteve dhe prandaj nominimi që i zgjuar, sepse ka futur në garë 2 çifte. Secili prej atyre, pra kërkon të rinë në shtëpi që të marrë ekskluzivitetin e romancës në shtëpi. Tani të shohim se si do dalë ky televotim, le të themi, dhe më shkruani në koment nëse jeni dakord apo si jeni dakord me analizën që bën Rogerti.